Ndërkohë që çmimi i naftës në botë, por sidomos në vendin tonë vijon të rritet me ritme të shpejta, ata që vujnë më tepër janë qytetarët. Siç dihet, Shqipëria është një vend i pasur me arinë e zi, por pavarësisht kësaj, shqiptarët janë ata që paguajnë më shtrenjtë jo vetëm në rajon, por në të gjithë botën. Por pse ndodh një kontradiktë e tillë në një vend që vend burime nafte ka me shumicë? Piranjet kanë bërë një analizë të thelluar më atë se çka ndodh në vendin tonë. Nafta shqiptare vijon të mbetet një pasuri me shumë pikpyetje për përfitimet që i ka sjellë qytetarëve. Historia e kompanisë koncesionare Bankers Petroleum, e cila prej vitit 2004 shfrytëzon fushën e Patos Marinzës, nxjerr në pa dyshime të forta për humbje të mëdha financiare për buxhetin e shtetit. Sipas kontratës, fitimet nga nafta duhet të ndaheshin 50% me shtetin shqiptar, por auditimet kanë zbuluar se kompania ka deklaruar humbje përmes fryrjes së shpenzimeve, duke shmangur pagesën e tatimeve. Institucionet shqiptare kanë llogaritur se vetëm për disa vite detyrimet e papaguara arrin në 10 milion euro, ndërsa në total humbjet potenciale për buxhetin mund të shkojnë deri në 1 miliard euro për gjatë 2 dekadave. Ndërkohë hetimet e prokurorisë së Fierit dhe SPAK hedhin dyshime edhe për skema të tjera, si transferimi i fitimeve në kompani offshore për të shmangur taksat në Shqipëri, si dhe përfshirje në tregtimin e naftës pa akcizë dhe me cilësi të ulët. Një tjetër përplasje lidhet me mospagesën e akcizës për të ashtu quajturinë hollues, ku autoritetet doganore i vendosin kompanisë një detyrim dhe gjobë që në total arrinin në rreth 120 milion euro. Por procesi u zvarrit për vite me radhë në gjykata dhe u pezullua me vendim të Ministrisë së Financave të drejtuar aso kohë nga Nila Denaj. Edhe pse në vitin 2022 gjykata e lartë i dha të drejtë shtetit shqiptar, detyrimet nuk u arkëtuan për vite të tëra. Vetëm në vitin 2025 u urdhërua mbledhja e tyre, ndërsa sot e kësaj dite një pjesë e konsiderueshme e këtyre parave mbetet ende pa mbledhur, mes pretendimeve për parashkrim të detyrimit. Rasti Bankers Petroleum shihet si një shembull i qartë i problematikave në menaxhimin e pasurive natyrore në vend, ku përfitimet për qytetarët mbeten të diskutueshme, ndërsa miliona euro dyshohet se kanë dalë jashtë sistemit fiskal shqiptar.